Atëherë unë po ndalem të një tok fjalësh oksimoron që lideri i opozitës Berisha përdor vazhdimisht. Kryengritja paqësore. Po shumë rëndësi se çfarë don opozita dhe lideri ose koncepti i kryengritjes paqësore. Do të thonë, ne nga ky tok fjalësh na kuptojmë se kjo kemi ndaj. Jo, thash për temperaturën, hajde. A është mendimi më i rëndësishëm se temperatura? Ose nuk bëhe mirë unë. Ose ndoja më të gjendje ngritare. Dikon temperaturat e mendimi. Atëherë, kur e ke mendimin, se po se po atëherë, te kryengritja paqësore duket ndonjëherë që ky tok fjalë është ideologjik. Por në të vërtetë është i menduar. I menduar duket në fakt. Jo i menduar, por kur është i menduar, atëherë e shohim si është veprimi. Nëse me kryengritje, fjala kryengritje ka në mbrëmsinë e saj rebelimin, thyrjen, përmbyshjen e pushtetit, tensionin e vazhdueshëm e tjera, paqja ka normalisht qetësinë, rendin, mungesën e dhunës. Por nëse ti këtu i ke brenda, e ke rebelimin, por e ke edhe Molotovin. Prandaj, ky tok fjalësh, kryengritja paqësore, nuk ka kuptim me këtë që shohim. Pra sy se ka armë. E arma është Molotovi. Tash, doktore ka gjetë një, po themi një këtë tok fjalësh për të arsyetuar çdo dhunë që mund të përdoret nga protestuesit. Kryengritje paqësore me ato mbrendrinë e rebelimit dhe me Molotovet brenda. Dhe ky arsyetim i kryengritjes paqësore ka një kohë të gjatë që është brenda, edhe për faktin që institucionet realisht e kanë lejuar për arsyenet e veta, në këtë rast policia. Ka muaj që Molotovin e ke aty dhe policia s'ka u lëmtuar asnjëherë. Po ndoshta ishte dashur edhe policisë të përdorin ata? Jo, e kam një diku. Antoni foli për dekoratën e herojt. Dekorata e herojt është viktimizimi i cili vije të antarët, shihet të antarët, jo të njeriu i zakonshëm, të antarët e Partisë Demokratike të kryesisë ose deputetët. Por për te dekorimit të herojt, Berisha e kërkon një gjë, 21 janarin me çdo kusht. Një njeri për të ekuilibruar ato që dikur ka ndodhur dhe për ta ndërtuar rrëfimin e ri politik. Politikisht është dorën zemër, në një farë mënyrë është hap i madh dhe kërkimi i viktimës të domosdoshme për të ndërtuar rrëfimin e politik është jo humane, politikisht është e arsyetueshme në kuptimin, por është jo humane. Dhe kërkimi i viktimës me çdo kusht, se dekoratën e herojt e kanë marrë disa deri tash. Po. E kanë marrë. Por ende nuk e kemi viktimen që ndërton rrëfimin. E kanë marrë kryesisht ata që janë më afër Berishës. Po, normalisht. Ata dalin aty dhe ata tjerë nuk shihen. Berisha aty rrezikohet listën e mbyllur. Po kthehemi te por kjo që thua ti që kërkon viktimën është jo racionale sepse nuk duket sikur ka ndonjë tendencë nga policia ose nga qeveria që të ketë një dhunë të tillë të atij niveli sa të prodhojë viktimë. Po, Antoni Adin, kur prodhohet viktima, po pra, kjo është e vërtet, s'ka arsye për me pas një viktim, po mos harro që viktimat ndonjëherë nuk vinë nga policia, vinë rastësisht, vinë për ndërtimin e rrëfimit e tjera tjera. Pyetja botën është, do e trajtojmë PD-n si forcë anarkiste apo si opozitën e vendit? Policia vetë. Si duhet ta trajtojë opozitën? Me thënë drejtë. Kjo mënyrë është ta trajtojë sikur është një forcë anarkiste. Pastaj diskutojmë është apo s'është anarkiste. Por reagimi i policisë në këtë rast është i tillë. Sigur kanë dalë një tuf anarkistësh, kanë bllokuar një pjesë qytetit dhe hajt të sulmojnë. Nga 2 mënyra marrin. Varet se sillet policia, pra policia është 2 mënyra se si mund të trajtojë policia protestën. Mund t'i lërë ata të gjithë arsenalin e Molotovit që kanë me vete, të kryeministria, të shkojnë te parlamenti edhe atje Molotovit dhe ato që kanë me vete,
dhe t'i në shtëpi Tarë i arreston. me zbrazur, pa e arrestuar fare, më i lë të edhi Molotov se duan. Ajo, po tash problemo kjo. Problemi është, edhe e dyta është kjo, që policia, për një kryengritje, pavarësisht kush e organizon protestën. Se nuk ka... Po organizon, janë gjithë barabartë. partia kryesore e opozitës po organizon, se nuk Pavarësisht se kush e Për këtë organizon. që as nxjerrin sindikat, se këtu s'ka sindikata. Anton, se mos na heqin këta, Po. ky Pipera Riu ishte vërtet çfarë është Pipera Riu? Po jo, këto janë... To janë shumë gjëra profesionale që nuk i njohim. Pipera-riu. U përdor Pipera Riu, tha Jo, doktori. atë këto i tenderojnë, nuk është se... Po kompliment është kjo për protestuesit. Po. Ideja është... Që e duruan dhe Piperin e Riut, thua ti. Ju dhe është problemit, po Problemi kemi është që- e ideja politike. Që të zbaton ligjin pëstaj dhe thua që ata që arrestohen, ne nuk mund të themi policisë pse i arreston ata që... Antonia, bën me u largu... Pashtë se janë të opozitës. Por me u largu të kjo tema e policisë dhe opozitës. Jo. Me hytë tema Dhe policia politike. të regon vullnetin politik të majoratës, që se... Po. Nëse na smujna mi thonë kur ashtu, se ajo është për sigurinë e vendit. A përdorë majoranca, kjo është çështje tjetër pastaj. Po mënyra se si reagon policia, po thonë se, domethënë, ky është rasti i opozitës, po ne kemi parë se si ka reaguar policia edhe ndaj Adriatikut, që bote protestën e vogël atje para kryeministrisë. Lapa ishte ulur atje, shkonin ja hiqnin çadrën karrike çka kishte. Në mënyra se si reagon policia me pjesën e opozitës në vend, është pak e tepruar. Prandaj thash, o do e trajtojmë si forcë anarkiste, dhe ata mund zgjedhin, po kemi anarkistë përballë dhe i trajtojmë këtë mënyrë, o do i trajtosh si opozita, forca kryesore e opozitës, që ka dalë të protestoj. Shkel ligjin, e monitoron, reagon, e dënon, por të hysh në atë formë, mes protestës, Ta shprejnë atë zëmërimin... duke sikur je palë. Të jedhin ca Molotov aty, para- qa ka ndodhur që janë edhur ato Molotovët? E para, po, une sa po vrej prej kohësh, pra më falë baton, do më thënë kjo skena, ky është deputeti i parlamentit, polici i ka hedhur gazin lotësjellës në sy. Kjo nuk është skenë normale, pra në një protest, se ti identifikon dhe deputetin, kush është. Kjo nuk duhet parë në protest si skenë. Këtu them unë që kalohet masa E në Flamur protest. Nogën, edhe Kryes Balliun ishin... Dhe disa deputet PD-s patën këtë reagim. Ja. Dhe asimetria madhe është kjo, që deputetët e pushtetit, që kërkohan nga drejtësia, ti i mbron dhe nuk i heq imunitetin. Dërsa këto të shkretat që protestojnë në rrugë, ti trajton si bandit. Tere. Okej, jemi interesant ka tezë. tani. Kjo është. Interesant. Ndërkohë, Partia Demokratike përfitojmë nga rasti për të kaluar në një moment tjetër këtu dhe të ikim kësaj pjesët, se kjo e radhës kur është tani, kemi Nuk është saktuar. Akoma no. data nuk është vendosur. Dhe tani se të remaj. Pjesëmarrja ishte çik zgdobët këtë herë. Do kemi zgjedhje